Shkodra 2030 do të jetë në qendër të projekteve të mëdha të infrastrukturës kombëtare të qeverisë socialiste, duke krijuar një realitet të ri për një qark të ndërlidhur shumë mirë me pjesën tjetër të Shqipërisë dhe rajonit. Janë 3 projekte të qeverisë me rëndësi madhore strategjike për Shkodrën. Autostrada Adriatiko-Joniane, distanca Tiranë-Shkodër, bëhet më pak se 1 orë. Vitin e kaluar, u hap një pjesë e autostradës së Veriut, segmenti Thuman-Kashar, prej 21 kilometrash. Një autostradë me parametra europian dhe shpejtësi të lejuar deri në 130 km/h, që përshkohet në pak minuta. Segmenti Thuman-Milot është tashmë kontraktuar dhe këtë ditë pritet kontraktimi i segmentit Milot-Balltren. Segmenti i fundit, Moriqan-Balltren, me një vlerë investimi prej rreth 400 milion euro, përfshin investimin e një ure me 4 kursi mbi lumin Buna. Aktualisht, me financimin e BE-s, po përfundon projekti detajuar teknik. Si pjesë integrale e këtij segmenti, do të projektohet edhe bypassi lindor i Shkodrës, një rrugë tërësisht e re, me ura mbi Drinin dhe Kirin, që do të krijojnë hyrje alternative në qytet. Projekti i dytë është hekurudha Vor-Shkodër-Hanihotit. Ky projekt do të shkurtojnë rrugën mes Shkodrës dhe aeroportit të Rinasit në rreth 1 orë. Hekurudha Vor-Shkodër-Hanihotit do të ketë një gjatësi prej 120 kilometrash. Është një investim prej 370 milion euro, deri më sot investimi më i madh me mbështetjen e Bergjit në Shqipëri. Hekurudha përfshin 12 stacione, 12 ura dhe një tunel 320 metër gjatë. Shpejtësia parashikuar e lëvizjes është deri në 120 km/h. Projekti i tretë është hekurudha Kuqezi, që do të lidhin Shkodrën me Xhakovën në 1 orë e 7 minuta. Para pak ditësh, qytetarët patën mundësi të njekin prezantimin e përbashkët të qeverive për hekurudhën Kuqezi, që do të lidhin Shqipërinë me Kosovën. Për fat keq, gjatë qeverisjes së kaluar, Shkodra u anashkalua në projektin e autostradës së Kombit. Sot, fal vizionit të 2 qeverive, do të kaloj përmes qarkut Shkodër. Ky është një vendim strategjik që e vendos Shkodrën në kryqëzimin e 2 linjave hekurudhore ndërkombëtare, drejt malit Zi dhe Kosovës, duke e lidhur drejt për drejt me rrjetin europian hekurudhor. Fal këtyre projekteve të rëndësishme, Shkodra do të shndërrohet në një nyje të rëndësishme logjistike, infrastrukturore dhe qendër prodhimi dhe eksporti. Në Shkodër ka nisur transformimi i madh. Shkodra nuk e pranon më retorikën boshe. Prandaj, tanë bashkë të bëjmë hapin tjetër për të mos ulur ritmin. Me 11 maj, voto numrin 5, Partinë Socialiste për Shkodrën dhe Shqipërinë Europiane.